Përveç programit të përditshëm mësimor, maturantëve u duhet të përgatiten edhe për provimet e muajit qershor. Ata kanë 4 provime përfshirë dhe ato me zgjedhje. Për këtë të fundit, ata e kanë përfunduar zgjedhjen e lëndëve që preferojnë për studimet universitare. Sipas inspektorit të kurrikulës pranë zyrës vendore të arsimit Shkodër, Eduard Plepi, lëndët që kanë preferuar më shumë maturantët shkodran për studimet universitare janë: Sipas statistikave që ne kena, por të referuar edhe viteve të kaluara, është pothuajse një lloj standardi në përzgjedhjen e lanëve. Lanë që dominohen në përzgjedhjen e maturantave janë kryesisht ekonomi, biologji ose biokimi dhe hoteleri maturizëm, me cila është një fushë që po gjen hapje dhe kërkohet në shënvim dhe nxënësit maturantët janë të interesuar për këtë lanë. Këto janë lanë që dominojnë në përzgjedhje. Provimet fillojnë me 3 qershor dhe do të zhvillohen sipas lëndëve përfshirë dhe ato me zgjedhje, me një grafik të veçantë deri me 24 qershor. Në datat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit për të zhvilluar provimet kombëtare, ata do të jenë të përgatitur për të zbatuar të gjitha rregullat që parashikon rregullorja maturës dhe për të bërë më të mirën për provimet që kanë. Datat Ministria e Arsimit i ka vendosur gjatë muajit qershor, në gjuha huaj me datë 03/4/2025, me 10/4/2025 është gjuha shqipe, me 17 qershor është matematika dhe me 24 qershor lana me zgjedhje, e cila është dhe lana e fundit, provimi i fundit që jepet për sesionin e parë të maturës shtetërore. Në shkollat e mesme të Bashkisë Shkodër këtë vit ka afërsisht 1400 maturantë, për të cilët do të ngrihen 6 qendra provimi, secila me administratorët përkatës dhe personelin mbikëqyrës të këtij procesi, duke përfshirë edhe ata nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve.